temi shumë më rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, e vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauko Njufca. Unë që e kom pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Në momentin që opozita e qet një kandidat të përbashkët, unë më njëherë do ta bëja këtë punë. Gjëja e parë që do ta bëja. Sepse nuk në temi shumë më rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, e vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauko Njufca. Shumë më rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj për emrin mund të pajtohemi, mund të gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë që e kom pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk po duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund. Janë edhe 12 ditë, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe një herë partive politike. LDK-ja ma ka lënë për shtypjen që do të takohej, jo veç edhe një herë nëse ka nevojë, po më shumë se një herë. Dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin natyrisht.